Ky pus është shpua në 86 metra felsi, ka bajt ujë në buvaki 1 kilometër në krah deri që u shpua ky pus këtu, i cili e ka koshtën 11.730 euro. Një herë gjithë medvexhasit dhe major që kanë kontribuar në këtë pus, i cili e ka shumë një domethënie të madhe për këtë familje. Jemi pra këtu sot me shokun e gjeneratës dhe nipin të Ndajnë Selim për të zbuluar pllakun e shpurjes të kësaj pusete, duke falenderuar të gjithë bashkëvendasit dhe më gjërë për financimin e tyre, që kjo familje njëherë për gjithmonë ta siguroj ujin e pishëm, por edhe për gjëra tjera familjare. Selim Zekan e falenderojmë edhe jo vetëm për këtë veprimtari e kontribut që ka dhënë, por ky ka kontribuar në shumë vepra humane në ndihmën e të gjithë njerëzve që kanë pas nevojë, pa marrë parasysh cilës natyrë qoshin. Se sikur mos ishte si vjet ky bunare këtu që u ndërtue, o kanë thartësire e madhe ku ka mbet e tërë bëja pa ujë, edhe lumi ka shterë, edhe krejt aky e ka pas ujtë deri në përfundim.